Shënimi i fundit të ditës, por jo për nga rëndësia, është ai që lidhet me gjykatën kushtetuese, e cila nuk e ka gjetur dot forcën për të mos e lejuar rrimarrjen peng të qeverisë së Shqipërisë, me një mjet të paparë dhe të padëgjuar në botën demokratike, siç është pezullimi i anëtarit qeverie nga një prokuror dhe i gjykatës në një seancë paraprake, pra pa filluar akoma gjyshi. Kështu Shqipëria bëhet, për herë të dytë në 2 muaj, shembulli i parë i një budallëku botëror. Sepse gjykata kushtetuese u mbyt në lugën e ujit të turbullt të atyre që Cervantesi në librin e tij të famshëm Don Kishoti i Manchës i quan arsyet e mosarsyes. Sidoqoftë, zhbërja e kësaj shpikeje 100% made in Albania e drejtësisë re dhe e drejtësisë ende të papjekur shqiptare, e cila nuk ka lidhje me rastin e çështjen konkrete, po me një parim të panegociueshëm të demokracisë, mbetet një domosdoshmëri për të rigarantuar pavarësinë e ekzekutivit dhe parlamentit nga pushteti gjyqësor. Kështu që ne do ta vazhdojmë këtë betejë, ku na thirri me pahir çartja antidemokratike e pezullimit i anëtarit qeverie, dhe ku fatkeqësisht na mban akoma sot pa fuqia gjykatës kushtetuese për të marrë një vendim sa të thjesht, një vendim po aq të nevojshëm për të mos e lënë Shqipërinë vendin e vetëm në planet, ku sot aktualisht me këtë brutalitet të rilegjitimuar nga kjo mosvendimarrje, vetë presidenti i Republikës mund të pezullohet nga i pari prokuror që gdhihet me këtë ide në kokë.